Dhe këtu po du me dalë direkt të shprehit tona dhe kultura jon e mirëmbajtjes së kavitetit oral, e cila është kogja sipërfaqësore ose shumë e neglizhume në bazë të asaj çka më ka rënë ndëgju. E di që në shtetet e zhvilluara, në shtetet e botës perëndimore për shembull, nuk është diskutim fare kujdesi parsor oral, do me thonë që përfshin larjen e dhëmbëve, flossing, që i thonë flossing shqip për ndryshe kështu përdorimin e Përdorimi i perit. Përdorimi i perit, po. Do me thonë, kretë këto, bile mendoj që përdorimi i penit të na është diçka që konsiderohet shumë e avancume, por nëse i ndajnë njerëzit në kategori, a e din sipas punës tonë, sipas ekspertizës tonë dhe punës tonë në klinikën tonë, sa ka, në çfarë kategori mujmë ndajnë njerëzit, do me thonë, në bazë të asaj sa shpesh i lajnë dhëmbët ose çfarë kujdesi kanë për dhëmbët e vetë. Një temë shumë e dhimbshme, një temë që shumë universitete edhe në botë, po edhe në Kosovë, edhe në universitetin ku ne funksionoj, pra nuk bëhet të lodhim kokën tepër. Ne çdo semestër, jo çdo vit, po çdo semestër mundohemi me mbri nëpër shkolla fillore, sidomos në foshnjore, fëmijët pra ku jam në zhvillim e sipër, edhe mundohemi me nxjerr statistika, sepse një prej pikave më të dobta të këtij rajoni, nuk po them vetëm Kosova, po edhe rajoni e ka atë problem, është çështja statistikave. Sa më pak statistika që kemi, aq më pak mujmë me bë zgjidhje. Pra ajo që ka po mundohemi ne me bo në universitet është pikërisht me mbledh dhënëna. Ajo që ka është shumë e dhimbshme është që të paktën unë dhe kolegët e mi deri sot që 6 vite funksionojmë aty, nuk na ka rastis me pa të paktën një fëmijë i cili është pa karjes. Do të thonë secili prej tyre të paktën një ose 2 dhamt i ka pas të ndikuar nga karjesi. Kjo është ajo piknisja. Do më këtu duhet me fillu gjithçka. Shëndeti oral është mu vjen keq me thonë, unë pacientat në një farë mënyrë mundona me i motivu me këtë fjali që do ta them tash, po unë them që është vetë fakti, vetëm që nuk i lani dhëmbët, vetëm që nuk e mirëmbani gojën, fakti është që ne po fitojmë, është gjëna. Po. Arsyeja pse kaq shumë ka stomatolog është pikërisht kjo, se është diçka shumë e thjeshtë, pra shëndetin oral mundemi në realitet në mënyrë shumë të thjeshtë me mirëmbajt. Po ja që shprehit janë ato të cilat po fillojmë që nga fëmijëria. Prandaj po mundohemi me fëmijë me punu, edhe me aty me vazhdu edhe me mundu me kriju atë kulturën. Problemi kryesor te prindi është që thotë fëmijët laj dhëmbët, a vetë nuk i lan. Në realitet fëmiu është ai që ndikohet pi prindit. Ne njëjtë thojmë edhe lexo libër. Rrim të ditën me telefon në dorë dhe i thojmë fëmijët kape lexoje librin, kape kryej detyrat. Nuk është kjo ajo. E njëjta vlen edhe për lamin e dhëmbëve. Pra, krijimi i shprehive është diçka që ai duhet me pa në shtëpi, duhet me pa në familje. Unë nuk e kuptoj pse ende pra kemi kaq shumë probleme, mirë po në anën tjetër kur e shoh për shembull tash po dal pak edhe temave, kur e shoh për shembull pse kaq shumë kemi policë dhe pse kaq shumë kemi gjoba, atëherë pe kuptoj. Do të thonë mos kishim pas policë kaq shumë, edhe gjoba kaq shumë, e kjo do të thonë që këto kundërvajtjet vazhdimisht po vazhdojmë. Në një farë mënyrë truni jon po ka predispozita me bë atë që s'duhet. Unë se kuptoj këtë pse. Mirë po, kjo është ajo që po ka tendencë njeriu. Thjesht është me la dhëmbët, është thjesht me la durt, është thjesht me la kokën, është thjesht me la trupin, po ja që po pritojmë. Pse po pritojmë? Këtu duhemi me punu. Shtetet e zhvilluara në këtë aspekt kanë punu shumë. Sot mujmë vetëm me marrë shembuj edhe me zbatu në vendin tonë. Nuk kemi nevojë me zbulujen e nxehtë për s'dyti. Kompanitë e sigurimeve, kjo është një prej pikave që lëngojmë shumë, pra sigurimi shëndetësor, se që aty fillon i gjithë motivimi, se ti kur gjatë gjithë jetës nga paga jote të rriqet një pjesë për sigurimin shëndetësor, vetëdijsimi rritet mas nej. Sepse sigurimi shëndetësor në shtetet e zhvilluara në stomatologji funksionon në këtë mënyrë. Ti je i detyruar çdo 6 muaj me shku te stomatologu. Pa marrë parasysh a kina e problem as ki. Në ato 6 muaj stomatologu këqyr i vren problemet që i ke, sepse për 6 muaj nuk mundet mu krijush një problem shumë i madh. Domethënë në shumicën e rasteve. Kjo vlen edhe për sëmundje tjera, kjo vlen edhe për kancer, kjo vlen edhe për sëmundjet e zemrës. Pra nëse ne mujmë me shkojmë kontrolla vazhdimisht, unë nuk besoj që
vdesin. Po, kjo është problemi tjetër me cilin kam shumë probleme dhe unë testimet e vazhdueshme që s'bon. Po, duhemi me bo, do të thonë edhe çështja e stomatologut është kjo. Ata mënyrën se si kanë mujt me motivu pra pacientin, popullin në këtë rast, vetin ka qenë pikërisht kjo. Pra kanë marrë dhe kanë dhënë për detyrë. Mirë po ti nëse nuk i shkon kontroll, ty të ka humbë e drejta e rikompenzimit apo gjanave tjera. Shëndeti oral, shumë është i rëndësishëm, mirë po pa u mirëmbajt, bëhet shumë problematik për gjithë ne, bëhet shumë problematik për shëndetin tonë, edhe kjo është arsyeja që duhemi me pas kujdes.